Moti i keq. Policia apel për kujdes. Dëbora vështirëson qarkullimin në veri të vendit. Për shkak të rreshjeve të dendura të Dëborës në qarkun e Shkodrës, Kukësit dhe Dibrës, policia e shtetit ka bërë një thirrje për kujdes të shtuar ndaj drejtuesve të mjeteve. Autoritetet rekomandojnë uljen e shpejtësisë, ruajtjen e distancës së sigurisë, si dhe ndjekjen e udhëzimeve të policisë rrugore për të parandaluar aksidentet dhe bllokimet në rrugë. Policia thekson që udhëtimet e panevojshme, veçanërisht në zonat malore, duhet të shmangen. Për ata qytetarë që detyrimisht duhet udhëtojnë, mjetet duhet të jenë të pajisura me goma dimërore dhe zinxhir. Aktualisht, borë pastruesit dhe fadromat janë në terren, duke punuar për pastrimin e rrugëve dhe shpërndarjen e kripës për të përmirësuar qarkullimin. Policia njofton se, në rast nevoje, qytetarët mund të telefonojnë numrin pa pagesë 112 dhe të marrin ndihmën e menjëhershme të forcave të rendit.